live nga Tirana, ky është Dancing with the Stars. Mirëprisni prezantuesit tuaj, Amarda Toska dhe Drini Zeqo. Mirëmbrëma miq të Dancing with the Stars Albania. Falenderojmë edhe trupën e Hasanit Kombëtar që hapën sot këtë mbrëmje kaq bukur. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Teatrin e Vallëzimit këtu në Vision Plus sonte në këtë natë në të cilën do të kërcehet për gjatë gjithë mbrëmjes shqip. Sot jemi në natën shqiptare e cila fillon tani. Zënë dhe zotri, faleminderit që duke na ndjekur kudo që ndodheni, sikur se e thamë edhe pak më herët, kjo do të jetë një natë e cila do të na bëjë gjithëve që të kërcejmë shqip. Të gjithë jemi shumë të emocionuar kur bëhet fjalë për vallet popullore, aq më tepër kemi mbritur edhe në edicionin e 5 në natën e 3 të Dancing with the Stars Albania. Këngët popullore janë gjithmonë të mbushura me shumë ritëm, pasuria jonë është e pafundme, një pasuri e cila na çon në treva të shumta të Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, e pamundur në fakt që ne t'i përcillim të gjitha brenda mbrëmjes së sotme, por jemi përpjekur që të jemi sa më shumë përfaqësues, mos harrojmë askënd. Është vërtet në fakt dhe sot gjithashtu do të kemi një paratë jashtëzakonshme me veshjet më të bukura të traditës së vjetër shqiptare. Na kënaqen syt në fakt teksa I shohim të gjithë, atje në prapasken ishim veshur të gjithë aq bukur me kostumet popullore mahnitëse, vipat dhe balerinat, kështu që filluan emocionet dhe ato ethet e garës, sepse për hir të vërtetës sot do të kemi një garë tepër të fortë. Por përpara se të nisim, unë do doja të sjellja edhe një herë në vëmendjen e të gjithë publikut të 12 performancat e mbrëmjes së kaluar nëpërmjet këtij klipi. Ky është Dancing with the Stars. Nuk ka arsye të përmbaheni. Pjesën e poshtme puno pak më tepër shtrirja. Ëndër e bukur, po e shfrytzuar me jo mirë. Kështu si e ka nisur, domethënë me kërbaç. Çfarë jodhe ngot? Aspirini ishte po. Femrat duhen respektuar edhe kur dehen dhe të dashurohen edhe kur dehen. Kur e reshë diell të ishe zbathur? Po. 3 lëkura kanë ra për të dancing. Eva je gjigante, unë s'kam që të them më tepër. Ja kushtoj të gjithë aktorëve të Pallatit 176. Urime. Janë si Kenny Barbit. Edhe është Kenny Barbit, edhe është për të 11 javë. Elegancë të bën për vete dhe karakter në atë që po kërceni. Unë tangon nuk e kuptova. Ishte shumë interpretim, energji, pavarësisht jo prezencës Valbonës në studio. Kjo si kosovari I ka dhënë zjarr spektaklit. Një moment mu duke si nusja dhe shtetërrëthimi. Ishte mirë poshtë fustanit, ishte mirë, ta siguroj. Sot nuk ka eliminime! Kjo pra ka qenë dhe përmbledhja e shkurtë e mbrëmjes së kaluar. Sot në fakt do të kemi përsëri një natë të gjatë, një natë që në fundin e saj do të na shpall të eliminuarin, një apo disa, këtë ende nuk e dim, por ajo që dim në fakt është se në këtë edicion çdo I eliminuar I Dancing with the Stars Albania do të ketë përsëri mundësinë për të rifutur në këtë garë. Për gjithmonë? Mund të jetë gjithmonë pjesë e garës? Për gjithmonë do të jetë pjesë e garës, do të jetë pjesë e kasës, do të jetë pjesë e produksionit, do të vazhdojë të jetë pjesë e spektaklit, se unë shoh po na ndjekin edhe yjet tan ja ku janë në Goldrum. Pe disa fytyra që u bën konfuze në këtë moment, po, është vërtet. Ata janë të parë që na ndjekin me vëmendje dhe janë ata që janë më të emocionuar. Është plotësisht e drejtë, ata do të vazhdojnë të jenë pjesë e garës, do të vazhdojnë të shkojnë në palestër me balerinët e tyre dhe të ushtrohen sepse do të kenë një mundësi për të rifutur përsëri në këtë garë. E kemi thënë që në fillim
që dancing nuk resht, se surprizuari konkurrentet ashtu edhe publikun që po na ndjek, kështu që kjo ishte një nga ato surprizat e mëdha të këtij edicioni. Dhe thënë kjo, mund të themi pa frikë se kemi bërë me një lajm të jashtëzakonshëm që në fillim të natës së tretë të Dancing with the Stars Albania, një lajm i cili gëzon të gjithë, jo vetëm konkurrentët, por megjithatë ata që i mbështesin konkurrentët. Patjetër. Pra, çdo konkurrent do të ketë mundësinë për të rihyrë në garë, kështu që çdo i eliminuar nuk do të jetë plotësisht i eliminuar. Mirë, do të kthejmë sytë edhe nga Juria, nga paneli jonë gjykues. Ema është duke bërë lëvizjet e fundit që të bëhet gati. Mirëmbrëma, të nderuar antar të juris, Ilir, Ema, Milaim, Fredi, mirëmbrëma. Ema, si po ndihesh, si je në formë, jo në formë? Mua më dhën pak fyti se shkoj e keqe, po sa po hyra thash, po ti pse s'ke vënë një qeleshe? Qa s'kam vënë? Një qeleshe. Po e kam në një formë tjetër. Mirë, ka qenë javë me punë, javë e lodhshme, po shumë e mirë. Milaim, për ti sjell nga Kosova në fakt edhe lajme të rëndësishme, sa andej politika ka më në fund një lajm shumë të mirë, keni një kryeministër të ri, ka zhvillime shumë pozitive, prandaj Mosvall ka ndikuar edhe Dancing with the Stars. Absolut, si duket prej spektaklit të ulen më në fund gjakrat e politikanëve të Kosovës, edhe sot bashkë me këtë fest madhe, Kosova e ka qeverinë e vetë më në fund. Ashtë ndikimi direkt i Dancing with the Stars. A jemi ndjekur në Kosovë? Jo në relaksu seksualisht gjithë politikanë tonë atje. Mirë, edhe Iliri di që na vjen me lajme shumë të mira nga Italia. Po kemi lajme të mira, nga Iliri kemi lajme të jashtë kufive shqiptar. Nuk ka gjë më të bukur se sa të shikosh folklorin tënd kaq të larmishëm, kaq të bukur, kaq energji, emocion, pikërisht në këtë sallë ku 5 vjet kërcehet, dhe pikërisht për këtë unë mbrëm isha në Itali, ku bëra koreografitë e një spektakli të modës, ku mbi 100 model të famshëm në Itali konkuruan për çmimin Miss e Mr. Model Italia. Dhe pikërisht, duke qenë se dia që kjo do ishte tema e Dancing with the Stars sonte, mendova që një surprizë e vogël do ta pasuronte akoma më tej emocionin e kësaj mbrëmjeje. Kështu që mendova një diçka i mblodha këta të rinj italian, kishin italian, francez, bile kishte edhe serb mes të tyre, ku i kërkova një diçka. Mund ta shikoni dhe kjo ishte. Ne kemi gati në fakt se edhe Ema po sheh me kaq kureshtje, po ditë zbuloj se çfarë ka ndodhur. Ema, vetëm një moment, shiko në ekran se çfarë ka ndodhur. Le ta ndjekim atëherë. Këtë gjë mund ta bëj vetëm një njerëz talentuar si ty në mes të Italisë. Është një diçka shumë e shkurtër, pikërisht para fillimit të sfilatës, dhe me shumë kënaqësi ata pranuan të përshëndesnin jo vetëm Dancing with the Stars, po gjithë Shqipërinë duke bërë pikërisht simbolin ton të mrekullueshëm. Ne të falenderojmë për këtë gest kaq të bukur dhe për këtë surprizë të bukur që në fillim të kësaj feste të madhe që ne kemi sot. Fredi, ndonjë surprizë nga ty? Të gjithë ishin me surpriza sot. Unë fakt sot pres në një surprizë nga produksioni që në një nga këto vallëzimet e zonave të Shqipërisë ta shoqëroj dhe në një gatim të zonës, jo dhe të ham diçka me që mbaron vonë. Shpresoj shumë edhe unë, në fakt. Ema, nuk e di, ti na ke sjellë një surprizë apo do ta zbulosh gjatë mbrëmjes? Ma thuaj edhe një më fal. Surprizë na ke sjellë apo do ta zbulosh gjatë mbrëmjes? Qenia ime është surprizë, çdo minutë, lutem. Nuk e shikoni Emën tani çfarë pamje ka marrë kështu. Të ndjemi me fat. Okej, le të përshëndesim edhe dy vajzat ngacmuese, thumbuese, si për herë, po shumë zonja sot, Alona dhe Fatma, mirëmbrëma. Faleminderit. Mu duk sikur kishte publik që parë, po që kam gabuar. Ka publik apo s'ka në Dancing with the Stars? Ha, si s'ka, ja shikoj. Sot janë karikuar mirë, ta garantoj këtë. Sot i kemi mirë. Unë në fakt dua me njëherë t'jap një mesazh. Nuk është mesazh dashurie, mesazh paqe, dua t'i them gjithë konkurrentëve, balerinëve, juris, ju të dyve, produksionit, publikut, që gjithë mesazhet që kanë pa kënaqësi, vi t'i thon këtu dhe mos dërgojnë mesazhe mërzitje, kërcënime në Facebook dhe në celular. Po. Në rregull, jemi shumë dakord me këtë gjë. E para. Një sekond, vetëm një ndërhyrje. Kërcënime se është fjalë e madhe shumë kur thua kërcënime. Kaq.
kisha unë për thënë, kujt i djegi le ta mbaj, se dorë që Drinin. E kuptuan, i shkoj mesazhe nga E dyta, me Drinin e kam. Gjithë javën më ketë shmëndur në Facebook dhe në Instagram me fotot me Heidin. Tani, me gjuhën e Instagramit, i bie që ju t'jeni afër dasmës. Po postove më shumë se 3 foto? Jemi shumë larg kësaj pjese. Dhe po presim Amosin dhe... Ti edhe 100 njerëz se ke ditëlindjen sot, Aulona ka ditëlindjen. Kështu që faleminderit. Ta zbuzim që gjëndjen që në fillim, ta bëjmë pak më fjallë ëmbël Aulonën që në fillim duke të ruar ditëlindjen njerë. Gëzuar e dashur. Faleminderit. Shumë urime për ty, Urita u bëra burr. Mirë, jemi gati, Okej, me sa duket janë në gjendje të mirë sot, me hares sot. Me energji pozitive, edhe Juria, edhe vajzat, konkurentët po e po, kështu që unë them që të nisim garën, e cila në të vërtet gjatë javës që kaloi na bëri që ne mos kishim asnjë eliminim. Por nuk kemi patur asnjë eliminim për një arsye të vetme, sepse konkurrentët nuk ishin në kushte të barabarta loje. E themi këtë sepse Valbona Mema konkuroi nga Kanadaja, ne patëm edhe një lidhje përmes Skype-it, por do të jetë sonte ajo e cila do të çel e para garën. Ajo do të hap konkurimin sot, madje do ta çel garën duke kërcyer një këngë të cilën edhe do ta këndoj, pse jo. Një këngë të saj do të kërcejë Valbona sot. Ka qenë një, nuk e di tani, shamie kuqe, a jeshile, a blu, nuk e mbaj mend. Ose e verdh. Mund të jetë e kuqe dhe e verdh, se ju femrat edhe dashuroni fort, po edhe xhelozoni fort. Nuk e di unë Drini, nuk i di këto që di ti. Kështu që e zbulojmë përmes klipit. O Bona, po ku jemi? Me detat, po nuk po të shofmi. Që si po kështu si ato mizat e... Po me të zbone. Bravo, vërtet ti e mbajnë diku në mësiet, edhe pse s'mbajnë ti e zonja ti mbash, ha? Premtoj, para Juris, se nuk do t'a prit sëris më të gabi. 1, 2 vite, 4. Kjo javë është një javë e papar, një javë e muzikës popullore, një javë që fali shumë hapni ci kraun. Po pra, vërtet janë gjëra që të shkojnë për është kusha ime aty. Ne kemi shamin e kuqe, jo tate du fuston, kështu që publiku të përgatitet për shamin e kuqe, sepse e bleva fustonin më në fund, është shumë e vështirë. Edhe valja e muzikës popullore, është shumë e vështirë. Mu i më kanë botë e lefë, më kanë dhënë në ushtrime ka shpejta, tani ose këto do pësojnë fare, ose nuk e di. E din që njerëzit kanë ngelur pak të shtangur nga vallëzimi i salsës, por thanë, shumë ekspresive, shumë, nuk të dinim, sinqerisht është shumë e bukur të radhë me muzikën popullore. Sepse unë do kënoj shamin, kurse Hajdi do t'a djegi. Hajdi! Unë nuk i trëmbem dhe në sofit, me gjithë se them që nuk e di se si o t'a marim, ose si o t'a marin kolegët e mi, po them që o t'a marim me shumë sportivitet, se është gjë e bukur. Me sfidu njëri tjetrin, bires unë do kisha dëshirë që t'a vlesonim njëri tjetrin me pikë. Ta bëjmë mirë se sa e duam njëri tjetrin. Publiku mua më ka bërë që t'jem kjo Valbon që jam sot, dhe publiku mua do më japi mundësinë që të realizoj dhe ëndrën time. Një ëndër e fshehur për shumë vitesh. Ju t'ua qatë. Valbona dhe Endri në një valle të Shqipërisë mesme.
Valbona, Mema dhe Endri përfundojnë me shamin e kuqe të Valbonas. Na ke knaqur. Ke kërcyer dhe ke kënduar. Si ishte kjo eksperiencë, Valbona? Kërcej dhe të këndoje bashkë. Shumë emocionuese. Faleminderit publikut. Faleminderit shumë. Unë deri më dje kam kënduar dhe të tjerët kanë kërcyer dhe më në fund e plotësova ëndrrën time që të kërcej këtë vallë. Edhe shijove. Ti u duke që e shijove, por le të shohim se sa i ke transmetuar dhe juris. E filloj me Emën. Valbon, uroj të kesh pas sukses në Kanada. Faleminderit. Besoj ishte fillimi më i bukur që mund t'i bëj kësaj mbrëmje. Në përgjithësi, mbrëmjet me vallëzime popullore janë gjithmonë shumë eksituese dhe na bëjnë për vete dhe natyrisht që edhe kërcimtarët unë besoj në më të mirën e tyre, kërcimtarët edhe yjet, se më pëlqen t'ju thras yje. Kështu që me mbaj këtë peshë që ke se je shumë e bukur. Edhe mos u shqetëso fare, mjafton të ke shëndet. Për mua, kishe edhe elegancën, edhe shkatësin dhe karakterin mbi gjitha, se më e vështira e vallave popullore është me gjetë karakterin. Kështu që të komplimentoj. Shumë faleminderit. Milaim? Edhe për mu ishte një valle kështu, është një valle jashtëzakonshme, shumë e njohur në gjithë botën shqiptare, në gjitha trevat shqiptare, ka pësu disa ndryshime, për shembull në Kosovë ne i themi hajde shote mashallah, nga ajo që i thojnë në Shqipërinë e mesme, është e vërtet si tha Ema, e ke akoma atë energjinë që të ka dhënë Kanadaja dhe diaspora shqiptare, ke qenë e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Predi. Energjin Valbona e gjen Tiranë, nuk e gjen Kanada, se Kanada është vend i ftofët. Atje ka çu energji. Kështu që pika e fortë e Valbonës është në ambientin e vet, është në një karakter që e njeh shumë mirë, sepse është rrit në Tiranë, ka lind, ka zhvillu pikërisht këtë muzikë dhe ajo që më ran sy përveç dëshirës madhe që ka Valbona, më ran sy të qenurit shumë harmonike në gjitha lëvizjet e saj, mjaft mirë. Faleminderit president. Mjaft mirë. Po, le të dëgjojmë dhe kryetarin e jurisë Ilirin. Po, unë kësa i them komplet aheng puro, kur i thonë fjallës, s'ka krahasim me samba, me rumba, ishe shumë ekspansive, kishe mjaft energji, krijove një situatë mjaft këndshme, një diçka që vura re me fjallë ishte pak më shumë e bilancuar, duhet ishe me partnerin përsa i përket zhvillimit të hapit, në krahasim me energjinë që a jepte, sepse ishte diçka më shumë si për teje. Kishe mundësi për ta bërë këtë, sepse ishe mjaft fine në lëvizje, po pak e më shumë e përmbajtur nga ajo që duhet ishe. Mendoj unë. Faleminderit. Okej, gjithsesi Valbona thot vetëm faleminderit sot, shumë e mirë. Do të marrim dhe vlerësimin e jurist në pikë për Valbona Memën. I lutem jurist të jap vlerësimin. Milaim Zeka 4. Ema Andrea 5. Alfred Kacinari 7. Ilir Shaqir 6. Faleminderit. 22 pikë. 22 pikë nga 40 të mundshmet, si e sheh vete në këtë vlerësim, duke qenë se ishte këngë tiranëse, e këndove, e kërceve vetë. Unë e respektoj vendimin e jurisë, ato janë profesionistë, unë jam profesioniste në gjuhë në këngën time që këndoj. Sinqerisht ju falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe mendoj që ta përmirësoj nëse do ri. Të falenderojmë ne ti shumë. Po. Jo, se unë sinqerisht mbeta habitur. Të thuash fjalët më të mira, siç tha Milaimi për Valbonin, të japësh 4. Se di me fjalë, nëse nuk do të pëlqente kërcimi, çfarë note do t'i jepje? Do t'i jepje 10? Po, tash, dhe kur ka qenë Kanadë, e kam vlerësu shumë ma lartë, por sante mu duke arsyeshme me 4 poena. Nëse do nisim pak debat, doja të thoja këtu që shote mashallah nuk ka lidhje fare me shamin e kuqe. Ndoshta, po thash i përngja, jo, nuk thash që ka lidhje. Ndoshta mund t'i përshtatet, por shami e kuqe është një këngë shumë e vjetër, ndoshta profesori e din më mirë profesor. Tash disa valle kanë pësu ndryshime varësisht në cilat krahin ajo në kërcy. Mua Kanadaja më je vetëm një koncert, Shqipëria më ka dhënë zemrën. Edhe Valbona, që profesori edhe ti më citut gabim, thash diaspora në Kanada, nuk thash Kanadaja.
kërkoj falje. Aulona? Po më pëlqeu shumë Valbona sot. Edhe Endezi do të thoja edhe Ilirit që çfarë priste që t'ishte më shumë energjike, megjithatë Iliri e rregulloi. Jo, energjia ishte e dur, se emocioni arriti. Vallet popullore janë shumë dhe çështje gustosh. Kuptimin që secili e lezeton hapin, e lezeton koreografin në mënyrën e vet, përkatëse. Valbona ishte shumë tem, ishte shumë interpretuese. Vetëm se disa lëvizje, si që janë kambret, si që janë disa lëvizje ishin pak më të përmbajtura, mund të kishte bërë diçka më shumë. Atëherë nuk e kam thënë, po do ta them, lirë, sepse unë muzika më ka ardhur me vonesë. Dhe unë nëse do marr një qëndrim që të filloj, unë nuk e dëgjova fare pjesën e parë të muzikës, sepse unë ashtu e kam nisur koreografinë. Gjithsesi, ky është mendimi jot. Po ishte mjaft e këndshme, unë nuk përndryshe do kishe marrë një dysh. Shumë e thjeshtë. Eksakt. Është maksimumi për Ilirin. Shumë faleminderit. Faleminderit Valbona dhe Endri. Një publiku, 2, 3. Për cilën i Valbonën me hapin e Shqipërisë mesme. Okej, dhe nëse nuk doni që Valbona sot nderuar miq të jetë denco, votojeni atë në numrat e telefonit 51 për Shqipërinë dhe 55666 për Kosovën. Duhet të dërgoni një mesazh me tekst, VIP, hapësirë dhe numrin e konkurrentit tuaj të preferuar. Mirë, nga Shqipëria e mesme do të kalojmë në një tjetër trev, do të shkojmë në Çamëri, do të sjellim në këtë skenë finesën dhe delikatesën e valleve çame dhe këtë do ta sjell menjëherë pas filmit në skenë Rudi Vata dhe Letja. Se pushim ti? Sepse ti erdhe me vonesë. Ja, më sërda me vonesë. Erdha fix në orar. Dakor, po ishe e lodhur si duket, dhe thash unë bëj pushim për ty. Unë dole që andi, sepse ne këtë javë kemi një vallëzim shqiptar. Vallëzimi do jetë valle popullore çame, interesante. Ishte më mirë se java e parë, por gjithsesi unë akoma nuk jam i kënaqur, sepse prap në prova kam qenë më mirë se në shfaqje. Këtë herë kishte më shumë dinamizëm, kishte pasion, kishte energji. Unë nuk besoj që i tërë me mdajnë Sofit, sepse sinqerisht tani unë e kam fituar bastin tim, kam arritur të koordinohem mjaftueshëm në krahasim me fillimet e mia. Kodi është 9, gjithmonë, qofse e mendoni, votoni. Rudi dhe Letja në një valle çame. Ma bën me dorë të mbret djali të obor. Ma bën me dorë të mbret djali të obor. Përfundon Rudi Vata dhe Letja me këtë valle të bukur fine çame.
Do të shohim se si ka ardhur tek Juria Kinesa e Valleve Çame, interpretuar nga Rudi. Ilir? Ilir tham duke. Nuk dëgjova emrin. Ilir, po? Jo, s'mund flas pa dëgjuar emrin. Po, ke drejt. Më pëlqeu finalja, me këtë kambren, me këtë shtrirjen shumë të ndjerë, me fjalë edhe nga ana muzikale, në finale ishe okej. Edhe sforbiciata, nuk e di si i thonë Shqipa se lëvizjes kur bëhen dy edhjet e këmbëve, njëra mas tjetrës ishe shumë elastik. Sforbiciata, gërshër. Dhe gërshërën e bëre shumë mirë, kurse përsa i përket nga ana e stilit, kërcimit, prisja më shumë. Për arsye se kishe shumë momente kur këmbët dilin jashtë muzikës, dhe mbi të gjitha unë nuk pash një buzëqeshje nga ana jote. Ishe i kontraktuar sidomos tek buzët, fillove kërcimin në një mënyrë të kontraktuar dhe mbajti gjatë gjithë kohës. Finalja përsëris dhe gërshëra, nga ana teknike që ishin dy elementet më teknike në kërcim, ishin mjaft realizuara. Kurse stili dhe ana muzikale e ndjeshmërisë së hapit të kërcimit nuk më pëlqyen. Ema? Unë bas pak do flasë vetëm me pantomim, se ka shumë sa po më dëmë fyti. Sa provoj pastaj, flasë shumë me shenja. Jam dakord me Ilirin, ndoshta erdhi për një lloj pasigurie, kjo është një lloj justifikimi, dilje besoj unë nga ritmi, dhe kjo bëri dhe atë ndoshta mungesën e stilit, siç e quan Iliri. Mungon të një lloj fleksibiliteti dhe lidhje me partnerin. Mua mu duk si pasiguri. Kjo bëri të muzikalisht dhe ritmin, ndoshta e kanë ndjerë dhe vetë. Mos ishe shpesh brenda ritmit, qëllimeve, thekseve muzikore, ku partnerja ishte dhe e shikoja edhe që të shtynte, të tërhiqte, që të ruaje deri në frymarrjen e fundit dhe po bëj, po them atë që të mungoj, ajo që të ke pasur në vallëzimin e parë, në tangon e parë, sot të mungoj, që është lëvizja deri në fund, theksin dhe ritmin. Megjithatë, gjithmonë kënaqësi shikosh kërcimet popullore, por kishe një lloj kontraktive, mua më duk pasiguri. Uroj, mos ishte pasiguri, po mua më duk kështu. Milaim? Unë mendoj që Jo, herën e kaluar ka qenë shumë më i mirë Rudi se sa sonte. Ka qenë edhe për mendimin tim një humbje ritmit të këmbëve disa herë, jo komunikim aq sa duhet me partnerën, ndoshta vjen nga ajo se për ty mund të jetë edhe një valle e vështirë dhe ndoshta jo aq e njohur, sepse kemi valle që nuk i njohim, si kemi aq shumë për zemër, pavarësisht se vjen nga Çameria që dojmë gjithë shqiptarët, por kam prit më shumë sante prej teje. Po në të njëjtën kohë bëri gjëra shumë vështira, siç është. Jo, nga ana teknike pa diskutim. Dy elemente teknike që ishin në koreografi i realizoi mjaft mirë. Por ka gjithmonë një por, pika. Kishte një singërç. Dhe kontratemp muzikal, maestro Fredi me siguri e ka vënë re. Fredi? Po ajo mungesa e sinkronizimit me ritmin ishte dukshme, sidomos në pjesën e parë në atë 6/8-shin. Kishte nevojë e gjitha për qenë Rudi mjaft më i lirshëm kërcim. Mund krijohet ideja që vështirësia e kërcimit i tejkalonte mundësitë e Rudit, sepse mu duk një kërcim relativisht i komplikuar në krahasim me shumë kërcime tjera popullore shqiptare. Okej, le të marrim edhe vlerësimin në pikë nga Juria për Rudin. I lutemi Juris të jap vlerësimin. Milaim Zeka 4. Ema Andrea 3. Alfred Kaçinari 3. Ilir Shaqiri 3. 13 pikë. Me 13 pikë e vlerëson Juria jonë sot Vallen Çame nga Rudi dhe nga Ledja. Rudi, përveç se ta falenderosh Jurin, sepse dihet që komentet negative dhe kritikat, më saktë, jo komente negative, duhen vlerësuar, sepse janë gjithmonë me objektivin për bërë përpara, por ka dhe nga ty ndonjë por, pika. Jo, jam shumë i kënaqur, falenderoj për vlerësimin. Nuk është se është hataja, sigurisht që nuk jam perfekt dhe nuk preferoj me mendu do jem në jo perfekt. Po jap maksimumin për shijojmë këtë moment dhe në fundit jeta vazhdon gjithsesi dhe po nuk mësohem në sy. Normal. Ne gjithsesi na pëlqeve shumë, na kënaqën sy duke parë një futbollist të kërcej një Valle Çame. Faleminderit Rudit dhe Lidjes.
Teksa shkojnë në Goldrum, atje na pret një tjetër çift me Drinin, shohim se cilët janë. Është e vërtet, jemi me Valerin dhe me Isidën, do t'jetë radha e tyre që të ngjiten pas pak në sken, sikurse edhe ne e përmendëm pak më herët, është një natë e cila do na dhurojë emocione të veçanta, jo vetëm për shkak të vallëve dhe muzikalitetit të tyre, por mbi të gjitha edhe për kërcimet dhe hapat e kërcimeve. Nëse Rudi pak më parë ishte në Çamërinë, do të shkojmë në Malsinë e Madhe, madje teksti i këngës, Valer, se do të ndërpresësh, për çfarë po bësh gati? Nga skaj më jugor në skaj më verior. Nga veriun, ju nga lart poshtë, nga poshtë lart. Okej, ndërsa refreni këngës tënde është merre djalin nga Malësia se veç ai e din ç'është dashnia. Nuk e di unë tash ti se ç'është dashnia, domethënë në konceptin tënd, po dy fjalë edhe mund t'i thuash. Ja, ua tregoj më vonë me kërcimin. Po me fjalë nuk e tregon dot, ëh? Po nuk tregohet me fjalë, tregohet me do ta shohim me kërcim, ndërsa Isida nuk ka qenë asnjëherë më e rëndë se kaq, nuk e di sa kile mund të jetë ky kostumi, po kam përshtypjen sot më peshojnë gjitha, fjala, hapi. Mirë, do ta shohim hapin, do ta shohim. Përcjellim Valerin dhe Isidën dhe më parë ndjekim klipin e tyre. Malësoria Isid po qëndis flamurin për një super performancë që do ketë javën që vjen. Edhe që do dalin... Me që nuk kërceju në vallë dhe kërceju vetëm Valeri, më ka vënd të qëndis. Java që lam pas ishte akoma më bukur se java e parë, gjithnjë në rritje, gjithnjë me performancat të vështira dhe të realizueshme në perfekcion nga ne. Mirë, do thoya që pavarësisht se doli mirë, pasi doblen ka ekzekutuar më mirë në sallë, se sa në sken, do shta emocionet. Vallja që ne kemi është e zonës së Malësisë Madhe, në fakt është një valle e ideuar nga unë, mendova ta risjem në Dancing with the Stars, akoma më të realizuar dhe më të perfeksionuar. Pra, ju shumë sot, qaje. Malësoria, qaje. Unë këtë valle thjesht vetëm kam zbukuruar pak vallen, ose më qartë i kam dhënë Valerit disa lëvizje që duhet i bënte, sepse ai e ka përgatitur vetë. Kështu që thjesht jam ëmbëlsira që dalë në fund edhe kaq. Në fakt ne adhurojmë dance-offin, nuk i trëmë për kundër, asgjë është diçka që të bën ta përsërisësh edhe një herë vallën. Është një sfidë shumë e mirë për të vënë veten në provë. Kështu që sidomos për konkurrentët, duhet se s'bën që secili nga konkurrentët ta provojë një herë dance-offin, sepse aty e kupton vërtet se çfarë do të thotë sfida. Pastaj ne na pëlqejnë dhe gjërat e vështira, ato të lehta s'na pëlqejnë fare. Nëse duan të na kenë javën që vjen, duhet na votojnë patjetër në mënyrë që të kemi performanca akoma më të mira në çdo javë në vijim. Valeri flet shumë, kështu që nuk ka nevojë, votoni. 11. Dënjë është këtu, mos harroni, siç e kemi thënë gjithmonë. Valeri dhe Isida në një performancë të Malësisë së Madhe. Po luj ti luj, se ti nuk din, asja nuk din ti për dashni. Po merre djali, po nga Malësia, po veç a din se ç'është dashnia. Jam shqiptar, jam malësor, babe qysh me pushkën e dorë, me ati për liri. Jam shqiptar, jam malësor, preziri jem dashnor, se sa ti për dashni. Përfundon Valeri dhe Isida me këtë vallet Malësisë Madhe, jam shqiptar, jam malësor, thot Valeri. Nuk e dim se sa i përfaqësuar i ndjerë me këtë tekst, Valer. Kjo këngë nuk është
nuk është vetëm për malësorët, por është për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, jo vetëm në territorin shqiptar, por edhe ata në Kosovë, për shqiptarët e Maqedonisë, për shqiptarët e Malit të Zi, që edhe vetë fabula e kësaj koreografie është ideuar në atë mënyrë, një shqipon që zbret nga qielli shkon në një territor të caktuar, pra, të shqiptarët e Kosovës në një rast, dhe i bën ata që të kujtojnë që janë shqiptarë të Shqipërisë së Madhe, të Shqipërisë etnike. Dhe në fund pastaj me radhë bëhet Shqipëria etnike me flamurin. Me flamurin në fund fare. Po, ka që informuar ti për këtë fabulën e kërcimit, dhe ke ideuar vetë? Është ideuar nga unë, lëvizjet tipike të malësorëve, ndërsa pjesa tjetër është komplet. Edhe kënga edhe veshjet janë gjitha origjinale të përzgjedhura enkas për ta bërë sa më të veçantë të performancës. Patjetër, si të gjithë konkurrentët, por fabula e kisha unë, se na e sqarove me shumë kujdes, është e përzgjedhur nga ty, e ideuar nga ty fabula? Po, është ideuar nga unë sepse lidhet me shumë elemente, domethënë edhe të këngës edhe me flamurin që e ke. Valerin e pas kemi dhe me një del kështu skenaristi për të shkruar fabula. Okej, të kalem tek Fredi, një koment nga Fredi. Po komenti, tash i Valeri ka përdor gjitha këto mundësitë e resurset, me flamure, domethënë vetëm armatimi ka mungu këtu. Megjithatë, edhe një herë Fredi vetëm, edhe një herë vetëm. Noi kështu noi Altin. Po duhet të linim edhe konkurrentët e tjerë diçka, po jo. Me plotsu kuadrin. Megjithatë, unë mendoj që kërcimi përgjithsisht ishte në karakter të zonës, për nga vjen ritmi pak i ngadalt nga i herë bënte që ti Valer dilshe më përpara me hapin, sepse ritmi i këngës që ishte pak i frenuar. Megjithatë, mendoj që ishte i mirë kërcimi. Malësor i mirë, do me thëmë burr, malësor tamam Valeri këtë radhë? Pa dyshim. Ilir? Valeri e pas ka shëndru i sidën geisha sonte. Në geisha. E pas ke marrë thjesht me të majtë flamurin. Jo, është ëmbëlsira, është në qoftë se ju konsideroni të mbash flamurin është një geisha, unë e di që të mbash flamurin është diçka me shumë rëndësi dhe me shumë përgjegjësi. Në kuptimin e pas ke marrë thjesht me I ka dhënë vlerë flamurit, Valeri. Në kuptimin e fjalës, si mund ta kishe lënë edhe Isida jashtë skene, sepse kërceva vetëm. Isida ishte hyrja dhe ishte shqiponja që hapet si për me, kështu që Po ka bërë fabulën vetë, kështu që ka përgjigjen për çdo. Doja të shikoja edhe njerëz, ndoshta gabohem tek vredjet e mia, ose tek ajo që pash, ndoshta pash gabim. Ata hapin kur është me aqyqyt këmba, mund ma bësh dhe njerë ma përsërishës? Po, thjesht për të konfirmuar diçka tek vetvetja. E përmirësove, është i të mërshëm. Kjo është hapi korrekt. Se Isida, gjatë gjithë kohës, kur e bëri këtë hapin, e mbajti këmbën në ajër, me fjalë nuk u sforcuaj edhe aq shumë që ta bënte atë prekjen që majat e gishve duhet rrafin tokën. I mbaj mirë edhe në ajër, shqiponja në ajër rinë shpesher, apo? Pikërisht, këmba duhet të prekte gjithmonë tokën. Kjo ishte një gabim? Ka pas nevoj për një muzikë me ritëm pak më të shpejt, që ti ishte më i lirshëm në të... Sepse u dëntërode që të pritë... Mundet të jep të bezdi muzika. Për këtë arsye u dilte përpara shpesher. Ishin hapat e rënda prandaj. Po tani e bën tamam. Kurse që pari e leje këmbën në ajër, sigurtisht e lodhur pak. Burri rënd sot Valeri, burri rënd. Ky ishte një gabim që vura re, dhe gabimi dytë është kur është në fillim që është promenadi me hapin bazë. Aty kishe një diçka shumë karakteristike sepse vura re që trupi të ndiqte lëvizjen e kërcimit sikur të ishte një deve. Ja bëje ishte një lëvizje, kurse trupi duhet të ri shumë statik. A thua rri trupi statik me të përë? Shumë statik, përsërit edhe njerë, sikur të ishte nga dalë po ishte shpejt. Futi edhe një xhiro tjetër, hajde. Edhe një xhiro këtu, edhe një xhiro, po edhe me muzikë, nëse është mundur. Mbaje statik trupin. Është çike vështirë. Tashi për këto poza bëhet shkollë. Këto ishin dy gjërat që mund të kishe realizuar më mirë. Kurse përsa i përket interpretimit dhe rolit tënd solistik. Një bravo ke. Po, Milaim, një koment joti? Po,
Është një këngë shumë e njohur e Nikolnik Preles, ha? Një shqiptari që jeton në Maltezi, një mbreti të madh të muzikës, që në fakt dhe prandaj kam lidhur dhe gjërat e detajet. Valeri, ju përngjan moderatorëve televizionit shqiptare që veç ata flasin, s'na lënë me fol ne musafirëve. Po dhe ju po ne kaç minuta kemi kurse jemi gjatë gjithë. Në qoftë se vazhdon kështu, shpejt kemi udhëheq një emision televiziv në Shqipëri. Milejm po ankohesh që nuk të lëm të flasim? Moderatorët në Shqipëri kështu e kanë, musafirët ne juria do flasim më shumë. Ti dëgjoj tash Valeri. Në përgjithësi thash është një këngë e jashtëzakonshme, shumë e popularizuar, edhe unë mendoj që ke pas pak probleme në hapa dhe në fund në përfundimin e vallës u duke pak i lodhur, sepse ai lëshimi i këmbëve, domethënë të balerines dhe yti nuk ishte me ritëm të njëjtë. Mu më duk se pak u lodhe në fund, megjithatë të përgëzoj. Ka qenë mirë kështu. Ema? Izida u lodhë shumë. E pra. Ka me pantomim me Ema më duket, Prit, se të ta bëjë dhe me pantomim. Izida, ke kaj shumë pare sa syni keq s'ka për të kap kur. Me pantomim do ta bëja plas të syni keq. Jam pavarësisht që vallet që kanë nga pak konftarizë, shqiponjën e famshme, natyrisht është pak vështirë kur i gjykon, kështu që edhe mos keq kuptojmë kur i liri e kishte me vallen dhe me atë, nuk e ka lidhje me dashurinë tonë ndaj atë dheut, se ndonjëherë dhe abuzohet me këtë. Nuk kam asgjë për të shtuar përveç se faktit të ritmit dhe të mos ekuilibrit, dhe këto valle kërkojnë shumë ekuilibër. Dhe janë, po të them, ushtrimet e ekuilibrit, edhe nga mënyra se si i ka ndërtuar lëvizjen, dhe mos lëvizjet e meshkujve, kështu që jam dakord me Ilirin dhe me Milajmin përsa i përket ritmit dhe ekuilibrit. Dhe Marigon e malësisë madhe e përgëzoj. Është një Nore Kelmendit ose një mësak. Dale më biri, nga që po qepte flamurin e thira Marigo, me qënë se vini nga malëcia madhe e thash nga malëcia madhe. O Ema, i me zi pret pikën e fjalisë që të flasi. Pikë? Jo, ne tani me që përmënde pikët, do marim vërtet pikët për Valerin, vlerësimi juris për Valerin. I lutemi juris të jap vlerësimin. Milajim Zeka 4. Ema Andrea Alfred Kacinari 5. Ilir Shaqiri 5. Faleminderit. Atëherë në 18 pikë, mos gaboj, 18 ka qenë totali. Sa na ta kaluar? Ai sa na ta kaluar. Ti me pritshmëritë tua ishe më poshtë, më lart apo? Në fakt, unë nuk kam problem me pikët, unë dua që ta bëj sa më mirë performancën dhe të mos më ngelin ndonjë penë. Kjo është e rëndësishme. Edhe pikët janë shumë të rëndësishme, por nuk është se kam problem me pikët. Okej, mirë, falenderoj Valer. Po, kemi Fatmën. Vjen keq. Megjithse Valeri përdori flamurin, mungonte vetëm droni këtu që të shpërthenim të gjithë. Më shumë më duk si zotshk, se sa si shqipojnë në skenë. Edhe sot? Dhe isha më shumë tek pjesa e dytë e tekstit këngës që thotë jam dashnor. Jem më shumë dashnor se sa malësor. Aty ke menjën, prandaj quhet zotshk këtu se. Aty ke menjën të dashnor ti. Fakti që të ka shku menja keq ty, të dashnoret... Po gjdo mi Fatma që fletë. Dhe jo, doja të thëja edhe këtë tjetërën, që të paktën kur është malësor, gjokësen le da fusi brënda, le da mbërthej atë këmishën. Ai Mitë Sokoli e nëzirë të këshu. Po jo, Mitë Sokoli e nëzirëte se kishte qatë nëzirëte. Po ti duhet pëlqej, sepse ti përmënde dashnoret e zoçka, ti duhet pëlqej kur ta nëzirë, apo jo? Okej, jo! Nuk është puna, nuk më pëlqen. Varet se kuqe... Zoçke, leja radhën Aulonës tash, se do thotë diçka Aulona. Ja dëgjoj se mbasi do thotë në fjalë të mirë tani. Valer, varet kush e nxjerr, se jo të gjithëve na pëlqen, am kupton. Po tash kur i ke çik standardet e larta, po tani këtë janë mundësi. Pret një çik më shumë. O shoqë kërkon shumë, kërkon shumë. Kësë shfa jot. Ilir kishe diçka? Është vetëm një kureshte, me që nuk e paske shumë interesin tek pikët. Realisht, në qëse ti do t'jepje një
pik vetes tënde sonte për kërcimin që bëre? Çfarë pike do t'i jepje? Nuk do t'i jep asnjë lloj pike. Thjesht do shijoja dhe do vlerësoja. Ami, edhe mua kjo gjë nuk më pëlqen në fakt, nuk më pëlqen te Valeri. Nëse jo si zog, si ngjall. Të lutem. Tani në qoftë se ju do largoni ato gjëra që keni komplekset tuaja dhe t'ia vishni dikujt tjetër është problemi juaj, apo jo? Valer, që të tregosh i sinqert dhe mendje hapur, ashtu siç ti ke treguar që jetë, nuk e vlerësoj veten sot me një shumator. Valer, më fal Marbur, po ku janë komplekset tona? Po kuptoj. Po ideja që çdo lëvizje e merr siç ja ka qefi dhe jo siç mund të jetë, prandaj, sepse do ta shmangi vëmendjen diku tjetër. A do ta lëm Valerin ti thot pikët për veten e tij? Ka pun pik? Po, për veten. Bëu mundje hapur, jep një shembull dhe për gjithë tjerët, se natën... Po ku ka pik për mua më shoqe? Okej, atëherë e ke kryer misionin. Edhe një fjalë të fundit Alona dhe mbaruam. Jo, këtë doja t'i thoja Valerit, se më pëlqen shumë si personazh, shumë i drejtë për drejtë, por kur vjen puna për t'i thënë gjërat hapur, nuk i thos, siç e ka bërë. Javën e kaluar Iliri e pyeti. Këtë sfidoi dhe nuk e tha. Nuk tha asgjë. Ndërkohë që në Facebook më fal, aty nuk ka bukur. Atëherë thuaj tani se kam parë që edhe në Facebook është shkruar që unë bëj koreografi të vështira, ndërsa nuk i bëj si konkurrentë të tjerë që i bëjnë sa për të kaluar radhën. Cili konkurrent sipas teje bën koreografi për të kaluar radhën? Thuaj me emrin nëse je burr majstor. Nëse është puna për të sfiduar dikë, do sfidoja 4 kampionët e viteve të kaluara. Ndërsa, nëse është puna për... Nuk e dëgjova. Nuk e dëgjova edhe. Do sfidoja 4 kampionët e viteve të kaluara. Nëse është puna për të sfiduar. Ndërsa, për sa i përket pjesës se më kë e kisha llathin kur thash që nuk kaloj rradh, atë mund ta shpjegoj shumë mirë. Njëri nga kërcimet ishte me ombrell duke bërë kështu. Okej. Shiko, nëse do t'ja analizojmë gjithë tani më shumë gjatë, Valer. Edhe mori më shumë pikë se unë. Kush ishte? Edi Reqi. T'jap një tjetër. Një tjetër ishte që bënte si ideu që ku në fakt më shumë kërcente balerina se vetë konkurrenti. Renisi. Renisi edhe prap u vlerësua Volta jo Renisi. Ndërsa kemi tjetër, bëri Tuna një kështu një flet. E bëri një flet dhe mezi mbajti këmbët pastaj kur e bëri fletën. Ja. Mjafton. Aulona, mjafton, Valer, mjafton. E ke treguar që je mendje hapur, e ke treguar që i thua gjëra troç. Të fundit. Mbylle, okej. A nëse është puna për bëj fletën, të bëj pak fletën? Hajde dhe fletën dhe... Shiko, që një malsor mund bëj edhe fletën, ja vetëm Valeri mund ta bëj. Urdhroj dashur. Dhe pa ndërprerje, jo, të merren këmbët. Urdhroj dashur. Punoni konkurrent, punoni. Duhet punosh edhe ti fort sepse kemi gard fort. Faleminderit Valer dhe Isidës. Kemi nevojë tani për një hapësirë publicitare. Ju e dini tashmë të nderuar miq që me Vodafone ju tashmë personalizoni komunikimin tuaj 100%, ashtu siç doni ju vetë. Thjesht, mirë dhe me shumë përfitime. Për Vodafone dhe për gjithë partnerët e tjerë të këtij edicioni kemi pak publicitet dhe rikthehemi prapë në skenë.